Normal që me AI senet kanë ndryshuar pak se shumë, po se cilat janë disa nga profesionet më të kërkuara në botën digjitale, edhe cilat shkallësi ti mundesh me i zhvillu në mënyrë që me pas më lart një kyç tregu të punës. Normalisht që tregun mendoj mos se dominojnë punat të cilat lidhen me teknologjinë, duke startu me Cyber Security Developer, AI Professional, Blockchain Developer, User Experience Designer, Mobile App Developer, IT Support Specialist, Web Developer. Në rendin e dytë prej profesioneve më të kërkuara, vijnë profesionet të cilat lidhen me marketingun. Media Buyer, Public Relations Manager, Digital Marketing Consultant, Copywriter, SEO Specialist, Social Media Manager. Tani vijnë punët të cilat lidhen me kreativitetin. I kemi Videographer, Photographer, Technical Writer, Editor, Web Designer. Gjithashtu, ka shumë kërkesë ka edhe për këto profesione. Business Consultant, Data Analyst, Project Manager, Virtual Assistant, E-commerce Specialist. E nuk bën asnjë me harru kërkesën që është në tregun e punës për profesionet të cilat lidhen me financa dhe ekonomi. Financial Consultant dhe Accountant. E ti krejt çka duhet me ditë është se cilat shkallësi dhe eksperienca tua janë duke u kërkuar në tregun online të punës, ose se cilat prej profesioneve të cilat janë të kërkuara, janë lidhen me pasionet e tua ose diçka që ti mundesh me mësu shpejt, me zhvilluar shkallësi edhe me janis. E nëse nuk je të ditë kam janis, unë të ftoj që me na u bashku në rrugtimin tonë për krejt pyetje dhe paqartësit, me na shënu në Nesja_freelance hub në Instagram dhe me ndjek videot e tona të ardhshme në YouTube. Deri videon tjetër, miru dëgjofshim.